Mirëmëngjes të dashur krepë, do bëjmë një mesazh për ju dhe ai mesazh është Heaven Earth apo qielli dhe toka, që duhet një balancë, diçka është e pakuilibruar apo të vazhdoni nëse jeni të tillë. Me thotë të gjejmë ekuilibrin midis shpirtit dhe materjes, jetoni me këmbë në tokë dhe me zemrën në qiell. Në atë kuptim që thotë është koha të lidhësh vizionin tënd shpirtëror me veprime konkrete në realitetin fizik. Mos harroni të dashur krejpër që ëndrat e larta kanë nevojë për rrënjë të forta që të lulëzojnë. Të prekim në tokë. Kjo është ajo. Krijoni një jetë ku qëllimet shpirtërore dhe nevojat praktike bashkëjetojnë në harmoni. Të fton të ndërtosh një jetë që nuk është vetëm ndërim ose mbijetesë, por një shprehje e vërtetë e shpirtit tënd në botën materiale. Nëse nuk i ndjek këshillën, mund të mbasësh në ëndrat e tua, pa veprim, ose të mbysësh shpirtin duke ndjekur vetëm detyrime materiale. Të fokusuar aman të bëj, aman të arri. Po flas ekonomikisht në ato materiale. Mund të ndihesh i paqëndrueshëm si një pemë pa rrënje ose një flutur pa drejtim. Mund të krijosh një jetë që duket mirë nga jashtë, këtë mos e harroni, por që nuk ushqen shpirtin tënd nga brenda. Dhe kjo nuk ka as edhe një vlerë, po se patët shpirtin të mbushur. Pra, të kujton vërtetësia që ndron të dashura krepër në urën që ndërton mes asaj që ëndron dhe asaj që jeton çdo ditë.